Femije Gashi, avokate, Antigona Qenaj, Sejdiu Qenaj, psikologe dhe Vullnet Krasnishin, gazetar, ku të diskutojmë rreth kësaj teme. Mirë se erdhët! Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që keni ardhur në studion e Weekendit. Erdhëm se na troqi tema, se përndryshe sot ditë e shtunë. Kisha ardha. E ke sakrificë me dhënë këtë ditë pushimi, po jo kisha ardhur për juve, për emisionin, për juve si gazetar, për emisionin dhe për televizion. Shumë faleminderit që... Edhe mbi gjitha mbi shëkust. Sigurisht. Faleminderit që një pjesë e këtyre debateve të cilat janë në interes të popullit tonë edhe të shoqërisë të cilat veç po i diskutojmë. Antigona, faleminderit, Vullnet, faleminderit, të erdhe me këmbe? Po, erdhe me këmbe. Me këmbe erdhe, për hajrë. Hajrë paqe. Ku e parkove satelitin? Të më rapa, të sateliti i devollit një, jo i. Apo të mundësi... Një jam marrë pak frekuencët. Saq i madhë është, satelit i madhë është që s'munësh më jam marrë. Pak. Të kthejmë pra në temë. Është kjo tema familja tradicionale dhe familja moderne që është duke u shtjellu në publik. Si po e shihni këtë pjesë ku gjithmonë si përmendet kjo familja tradicionale dhe familja moderne, është një grupacion të cilët mezi presin të diskutojnë. Edhe sigurisht... Hapin debat. Po, të hapin debat. Me nxjerr tash... Si avokate... Ati me nxetë. Si avokate për i referohemi infrastrukturës ligjore, dhe me thonë për momentin, Kosova ka ligjin mbi familjen, i cili ligj njef, dhe me thonë, si martes burin edhe grun, si dy gjeni të kundërta. Në ndërkohë, për informacionin e publikut, ka një kohë të gjatë që ka mjaft trusni, në këtë rast deputetet të cilët janë në Parlament Kosovës, edhe pse ai rrjedh njëherë nga qeveria i ligj, që të, dhe me thonë, të kalon kodit civil, sepse në kuadrët kodit civil, vetë kodit të regon, janë disa ligjet kësaj natyres, ku hinë edhe ligjin mbi familjen, edhe ndër shtyllën që ka ndalu, dhe me thonë, mos të kalej kjo ligj, për një kohë të gjatë, është pikrisht kjo, që nëse ju kujtohet, po i përmendi dy deputet, të cilët e kanë kundërshtu zëshëm haptas në parlament, Eman Ramani dhe Visar Korenica, edhe kjo, dhe me thonë, ende nuk ka kalu, edhe mendoj që mirë është që nuk kalon, edhe për mendimin tem, unë shprej mendimin tim profesional, ju të regova çfarë është kështu, por nëse veç i referohemi tash, të me thonë, politiken të cilën e ka instalu Trumpi, një shtet superfuqi, një shtet model për gjithë shka, edhe aji ka bë stop, të me thonë, martes ka vetëm burra dhe gra, të me thonë, për shkak sepse dhe vetë formimi i marteses e ka qëllimin e krijimit familjes, zgjerimit familjes, edhe mandej kjo bjen qatë pjesën që ti për qunë tradicionale. Unë mendoj që duhet ajo që ajo nën të cilin ata planifikojnë të fusin në kodin civil, të mos kalohet nga Parlamenti Kosovës, për kundër faktit që jam djeni shumë, sepse më intereson vetë ju ma të rihekë vëmendjen, dhe më thonë kur të keme çështjen e ligjit, edhe di se ka pas shumë trësnit madhe, dhe me thonë qeveria e Kosovës në disa etapa prej bashkësisë ndërkombëtare, për shkak se deri më tani Kosova ka pas faktin për kundër faktit që na nuk jena drejt për drejt antar me të drejta të plota të Shtetit të Bashkimit Evropian, megjithatë dhe me thonë që na mori lakmi, imagjinoni Rumania dhe Bullgaria janë shtetet me të drejta të plota të Bashkimit Evropian, pa ata tek, dhe me thonë, mësi ka një, o du me ndryshu kretë infrastrukturën ligjore, për shkak sepse du t'i përshtatim me ligjit Bashkimit Evropian. E këtë kuptim të gjitha ligjet e Republikës Kosovës, dhe me thonë, prej kur ju nxerr, prej masqerimit janë në frymen e ligjeve të Bashkimit Evropian. Kështu që në këtë drejtim jena shumë të avancuar krahasim me shtetet tjera. Po për këtë dispozit, opinioni jam profesional edhe personal është që nuk do të kaloj.
Nuk do të kaloj. Vullnet e përmendi edhe zonja Femije 2 emra të cilët publikisht kanë dalë kundër. Si shambull për me kuptu e shikust. Mirë po, Janë më pjesë e parlamentit, shumë mirë. janë e garë, mirë po, si është për shembull... Përmenda që e kanë kur kanë qenë. Se s'po duas me u bop, Jo, pikërisht, nuk është që dojme i diskutu pikërisht. Jo, mas fare... Po s'po du mi promovu. Po, pyetja është... Askend. Pyetja është që, okej, këta kanë dalë publikisht, por ka politikan, ka persona publik të cilët Mandej e kena pos kryeministrin, i cili ka dalë në parod edhe ka përkro. Sigurisht, kur ka ditë të veçanta si parada, këto janë pro. Mirë po, pas asajna që dërën një... Lindretën e ka ku që 2-3 paradat e fundit nuk më dalë heq. Edhe parada me Prishtinë, në këto vitet e fundit, është një paradet e cilin dalin shumica drejtuesve të OJC-ve, cilët do të me shkruajnë në raportin e tyre që kanë marrë pjesë në këtë parad. Marrin pjesë politikanë cilët i u vyna ja fatë për raportet ndërkombëtare. Munojnë me mshef këto lokale. Është një situatë, një gjendje jashtëzakonisht e pasinqert që përdoren ndjenjat e njerëzit për me marrë vota për momentin ku jena në qtash. Do me thonë në parë disa qëndrime të disa politikanëve, që unë një personalisht këmë full me ta në disa raste, edhe ata nuk menojnë ashtu. Po ta është majnë... Se e bojnë pro këto, se i kanë 2 opinionet të kundërta. Po dhe që kjo është se që mas pari regulli numër 1, me njësë politikani me thonë të vërtetën, na kur s'këshëm do në zgjedhje. Do me thonë, se me ai nuk e thotë kur një politikan të vërtetën, zakonisht ata i flasin një kategorie cilë për do në marrë ma shumë vota. Për ata është e natërshme, që tash mund me thonë, jo jena familje tradicionale, po kur vjen puna aty të ligjit, tani ato është tjetër sen. Tani më nuk ka ato rëndësi mendimi jëtë. Të vullnat shumë mire cike. Nuk ka rëndësi djenja jote. Po që te dojnë me dalë për sy për halkë, po pak edhe për fatin e kesh nga si shoqëri, së kur po jenë atë prirur, gjithë qështë ju pëlqejmë tjerve. S'kena nevojë. Këtë rashtë bashkësisë ndërkombëtare. Unë e thash vullen, kur Donald Trump i thotë s'ka. Ama du me të korregju që të, nuk i kanal Donald Trump. Donald Trump i kanal veç pjesëmarrjen e transgjenorëve në për sporte ose në për aktivitete që i takojnë që ata kanë pas ma herë Unë po vullnet edhe kum ledzu se në Amerikë s'këm qenë. Do me thonë, unë e di që kështu ka qenë i prem. Thot s'ka thot martes mes gjinisë njëjtë. Jem të full për martes ligjore, vullnet. Po ka martesa ligjore, në moment kur bëhet, ajo në kupton një familje o kriju. E pas në dalë Trump